motra shqiptar vazhdojnë akoma sot e kësaj dite në ditën e 50 presionet nga të gjithë nesh. Nëse në ditët e para u morën me ne aktivistat, vazhduan me të gjithë njerëzit tu kush ka biznese, sot po vazhdojnë me media. Sa po më ka ardhur denoncim ku një media e cila na ndjek 24 orë në ditë këtu në këtë shesh dhe ka transmetuar live protestën dhe nuk është turpja themi emrin News 24, sot është kërcënuar i është bërë presion nga tatimet e këtij shteti. Ndaj, thirrja ime është ky shtet të lëri presionet mbi aktivistët, të lëri presionet mbi njerëzit, të lëri presionet mbi çdo media që transmeton këtë protestë dhe të ushtroj presion mbi Paula Vučanović, mbi Vučićin, mbi Dačićin e mbi gjithë ata të tjerë të cilët më përkan mbi popullin shqiptar. Nuk duhet në asnjë mënyrë të heqë fokusin nga kjo protestë. Ky pushtet sot e më shumë ka frikë dhe frika e tij është i njerëzit këtu nuk ikin. Ne do të rrim këtu në këtë shesh deri në largimin e kësaj qeverie, deri në largimin e këtij sistemi. Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha